Përshëndetje, përshëndetje të nderuar ndjekës të mi. Shpresoj që në fakt sot të keni nisur një ditë të bukur, një ditë me energji. Fillimisht një herë dua t'ju uroj të gjithëve gëzuar ditën e Shën Valentinit, edhe pse për mua realisht Shën Valentin duhet të jetë çdo ditë. Manifestimet duhet të bëhen çdo ditë, dashuria duhet të jepet çdo ditë, puthjet, përqafimet duhet të jepen çdo ditë. Por dita e sotme cilësohet si një nga ditët më të bukura të dashurisë. Dhe në këtë ditë ju uroj të gjithëve të dashuroni sa më shumë, me një zemër, drejtuar drejt jush, dhe shpresoj që Zoti t'ju bekoj me të mirat e tij, t'ju bekoj me mirësinë e tij dhe t'ju bekoj me shpirtin e tij. Tani në këtë video do të flasim se çfarë do të ndodh sonte në Big Brother VIP Albania 5. Ju e dini që është prajmi i radhës, e dini shumë bukur në fakt që ka ndodhur dhe dinamika shumë të zjarta, ka patur emocione dashurie, ka patur mbështetje dashurie, ka patur ndjesi dashurie, por sonte do të hapen kartat të gjitha. Për post dashurisë, ka patur dhe zënka shumë të mëdha, ka patur ofendime shumë të mëdha, ka patur degradime shumë të mëdha. Le të themi, e mira dhe e keqja kanë qenë pikërisht këtë javë motër edhe vlla brenda shtëpisë së Big Brotherit. Sonte do të kemi emocione të ndryshme. Do të kemi emocione të forta derisa të merren vendime të mëdha për banorët të cilët kanë thyer rregullat, por kemi dhe emocione dashurie që ndoshta do të përlotemi me mesazhe dhe me ndjesi që ndoshta do të përfshihemi brenda historisë së tyre. Fillimisht një herë Ledion Liço, së bashku me dy opinionistët, këtë natë do ta nisën me dinamikën e Mirit dhe Selinës. Do me thënë një nga çiftet që në fillim u komentuan jashtëzakonisht shumë për afërsinë e tyre, u përfolën jashtëzakonisht tepër si brenda shtëpisë ashtu edhe jashtë saj, siç duket më kanë ndarë rrugët e tyre apo kanë mbyllur kapitullin e tyre të afërsisë. Edhe tani në këtë moment unë që po bëj videon, këtë komentimin që po bëj analizën, Selina është brenda me Gimbon dhe nuk qëndron me Mirin. Siç duket afrimiteti që Selin krijoi me Gimbo, një pyetje që Miri ja ka drejtuar Selinës para 2 javësh, se ku qëndron ti dhe Gimbo, çfarë ka në shpirtin tuaj, Selina përzjodhi të mos t'i përgjigjet sepse Selina nuk e ka ndjerë si të dashur. Por siç duket Miri e ka ndjerë si emocione, ka ndjerë si dashuri këtë gjë dhe ka kërkuar sqarim. Do të thënë natën e sonte do të sqarohet një herë për gjithmonë ky raporti mes Mirit edhe mes Gimbos, ku më pas pritet që njëra prej banoreve brenda shtëpisë së Big Brotherit të surprizohet për Shën Valentin. Tani në fakt kemi të parën që mund të surprizohet realisht është Brikena, por këtë do ta flasim pastaj, por pjesa tjetër dyshuese që ka mbetur është kjo. Në qoftë se Selin sonte hap zemrën dhe i pranon ndjesitë për Gimbon, i pranon emocionet për Gimbon, e pranon atë se çfarë ajo ndjen për Gimbon, mund të ndodhë që sonte Gimbo të surprizoj Selinën. Nga momenti i Selinës, do të kalojmë tek zënka më e madhe që ka përjetuar kjo javë. Ju e dini shumë bukur që zënka dhe dinamika që tronditi dhe të gjithë rrjetin social ka qenë Rogerti dhe Kristi. Rogerti dhe Kristi patën një dinamik shumë të fortë, do me thënë Kristi fatkeqësisht nuk u përmbajt dot, doli nga vetja, doli nga kontrolla, edhe pse unë kisha menduar që Kristi do të jetë logjikues në lojë, do të logjikon, do të mendon, nuk do të rëshket lehtë, por fatkeqësisht Kristi rëshkiti lehtë, do me thënë, Kristi i gjuajti me ujë Rogertit dhe e ja dëmtoi veshin. Tani sonte do zbërthehen detajet se çfarë në fakt ka ndodhur në dhomën e rrëfimit, në qoftë se Rogerti ka ndjekur kurat mjekësore, ka patur takime mjekësore në dhomën e rrëfimit, domethënë sonte do të trajtohen të gjitha këto gjëra në Big Brother dhe më pas pritet
që në mungesë të një zarfi të zi, që në fakt priteshte që të vinte në shtëpi ku publiku ishte i ndarë, e kërkonin gjysma për Rogertin, gjysma për Kristin e kërkonin zarfin e zi, por këtë herë do me thënë dënimin do ta ketë Kristi. Kristi sonte do të dënohet. Tani le të analizojmë çfarë dënimi do të jetë ai. Do të jetë një dënim me penalitet? Jo, sepse ka ndodhur dhe vite më herët dhe nuk i kanë penalizuar nga shtëpia. Ndoshta i kanë dënuar në një dhomë specifike. Tani, pyetja ime që adresoj drejt jush është kjo. Mos vallësonte vllau i madh do të kthej një dhomë të sajuar për banorin i cili e ka bërë këtë gabimin, duke e ditur që Rogerti u dënua dhe shkoi në shpellë, në shpellën e ndërtuar nga vllau i madh, qëndroi aty një javë dhe për mendimin tim u çmend edhe më shumë. Do të ketë një të njëjtin fat për shembull dhe Kristi në një dhomë të sajuar të tillë, siç për shembull mund të quhet edhe dhoma e bardhë, që të rish brenda një dhome të bardhe, nuk është fare e lehtë. Sonte do të hapen të gjitha këto karta. Unë mendoj që këtu në këtë mes, do me thënë, pa marrë parasysh që duhet të dënohet Kristi, okay, por unë mendoj që duhet të dënohet Juela, sepse Juela ishte banorja e cila e hapi këtë debat kaq të fortë. Dhe mendoj që duhet vepruar drejt, por gjithsesi do t'i shohim sonte. Dhe surpriza e radhës, ashtu siç e thash që parë, do me thënë është surpriza e njërës nga banoret. Njëra nga vajzat sonte do të ketë fatin që të surprizohet nga i dashuri i saj, do me thënë të merë surprizën e bukur të Shën Valentinit. Dyshimet janë shumë të mëdha, do me thënë përfliten si vajzat të ndryshme brenda shtëpisë që janë Selina që mund të surprizohet, Ina mund të surprizohet, Brikena mund të surprizohet, po mund të jetë edhe ndonjë banore që mund të ketë një lidhje të hapur jashtë, edhe që i dashuri i saj mund të bëjë një surprizë shumë të bukur. Do të thënë sonte pritet të ndodhin gjëra të bukura, pritet të ndodhin emocione të bukura, pritet të ndodhin çaste fantastike brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania 5. Unë në fakt do apres me shumë emocion. Do të thënë sonte kemi surpriza, kemi dashuri, kemi zënka, sonte e kemi një lloj sallate, le ta themi, të bukur të servuar për të gjithë publikun. Për hyrje të reja, sonte nuk do të ketë hyrje të reja, nuk janë më sonte hyrje të reja, do të thënë hyrje të reja do të ketë Monday, por jo sonte, me patjetër që do të komentohen dhe banorët e rinj, por do të thënë na presin shumë dinamika të cilat ne do t'i zbërthejmë edhe avash avash në videot që do të cilin për juve në vazhdim.